Tjetër prej shenjave të magjisë është kur njeriu pa arsye ndjet i lodhur i plagësht. Shkon te krejt mjek, krejt analizat i bën 20-30, krejt kanë dalë 100% ato, do më thonë vlerat referente. Tamam i kanë dalë mirë, si të zgjohet, ka flet 7 orë. 7 orë janë shumë mjaftueshme për me flet, edhe s'ka nevojë më shumë bile. Se fëmia flet, edhe kur zgjohet, prap rrin pak, prap në gjumë. Zgjohet i kryen një punë, prap në gjumë. Jo, mos u shqetëso, se kjo është pa arsye. Tjetra me urrejt gjonat edhe me paragjyku gjonat pa argumente është e magjisë, me të urrejt ty. Se parimisht njeriu çfarë do të më mendua? Vesh mirë për njerëzit. Derisa të dëshmohet e kundërta. Disa njerëz siç që në rrugë ty për shembull, sidomos neve hoxhallore na kanë pikë, siç që këtu dhe se ma fort këshyr kanë disa që se islamofobash janë pak ata, s'kan vetë shumë se ka pak edhe po hiqen, po interesant. Ose ty ku je ti, po ka dalë Allah derisa të hapet semafori ku ta diun, domthon paragjykon. Kur rrin pastaj dëshmon të kundërta. Mos gjindi për magjise, po paragjykon. Jo, ky ka mungesë të informacion, po besoj që na do të edhe mësyshe ekziston. Nashta ti nuk ke problem, ama ka mundësi. E qysh i bjen njerët mësyshe? Saj pyetja që boni kjo motra për qeverinë ishte pyetje me vend, se dhone jam të çudit, që 17 sa u bënën seanca. Edhe nuk po bëhet parlamenti, po e thëm pak. Kështu, ata nështë krejt partit i kanë rëmë sysh veti. E në popullin tonë thuhet, me të rëmë sysh dikush, këllën dikush, ka i laqë, a mu me rëmë sysh vetës, e me lujt me 1.6 milion qytetarë që ne i kena votu, edhe në këmë votu, e këmë qitë votën dikon, edhe të tjele se tjele, e me lujt me besimin tonë. Këtu nuk ka një parti, krejt partit kanë hise në taljen me popullin tonë. Unë e di që ata lider, kush i dëgjën këtu, inshallah nuk e në hakmarë si në komunizm, po mund edhe mu hakmarë. Po me të vërtet, po luajnë me ndjenja tona, po luajnë me shtetin tonë, o shteti nuk është i tyne, shteti është i joni, ata do të me kuptue, edhe presidenti, edhe kryeministrin detyr, edhe ministrat, ata janë shërbëtor. Derisa nuk e kuptojnë këta, ata sillen kështu. Në momentin që e kupton që je shërbëtor si kurone, unë e konsideroj veten shërbëtor i vendit ku jam aty, edhe misionar, edhe njëri më i thjeshtë. Edhe kur të mersh kështu, ti do të me kry shërbimin mirë më të mirë. E janë atash me u drejtu atje, jo nuk mundemi me kalu ligjet, nuk mundemi pse s'kemi qeveri, pse s'kemi këto, pse s'kemi këto. Kështu që... Ta rave të stysh për skeqti që tojnë. S'm ka rënë men, po doktorin e kum pas tirë 2-3 herë për studio televizive, amën këshiri ka pak, më s'ka nga i teloshe. Jo, unë ndoshta një propozim tjetër, që takimi jashëm më s'mumbajtë në sallën e kuvendit, se bova ki aty ka dishka, dhe dole njesh për siguri shumë a mirë. Ose më falë pastor, ose me që aty bërë një hoqë edhe një prift edhe një pastor, edhe se cilin ato lutjet e veta në dashta. Unë mendoj që... Ti s'po vlek të në studion e unë mendoj që unë ty këtu po të pëngoj lima, ata nuk të shumë që shalë. Me shku mju knu bën, a me shku me ndonë vend parlament që aty s'gjëri. Ne si protestant njifemi përgjithsisht që kena qef me najt largë politikës. Mu lut për ta po, e kena obligim Biblia në thot ne duhet mu lut për pushtetarët, për drejtusit, duhet mu lut. Na, që ka mujna me bo, veç mu lut për ata që Zoti me i drejtu, me i dhonë men, sepse në fund fundit në besojmë që çdo pushtet vjen prej Zotit në fund fundit. Kështu që kjo është në këtë aspekt, na veç mu i mu lut.